Flasim për botulinën e toksinës apo për fillerat? Për fillerat. Për fillerat, jemi të fillerat. Okej, super. Atëherë zonat më të rrezikshme, shumë të rrezikshme, është pjesa midis vetllave, pjesa e ballit dhe pjesa nazale e kurrizit të hundës. Pse janë zonat të rrezikshme? E para punës në pjesën e ballit dhe në pjesën midis është e kontraindikuar të bëhen fillerat, përmbushje, sepse si thua prishin konturën e fytyrës. Te pjesa nazale, më tepër është për të korrigjuar hundën, është tepër e rrezikshme edhe pse aplikohet shumë në Shqipëri dhe në Kosovë, pasi aty është një arterje shumë e rëndësishme, arterja nazalis dorsalis. Nëse shkakton emboli gjatë aplikimit të fillerit, pra nëse filleri arrin në enën e gjakut, pikërisht në arterjen nazale dorsalis, ajo ka anastomoza, pra koleracione me arterjen oftalmika, që është arterja kryesore që furnizon syrin. Do të thotë që në moment që ti shkakton një emboli të arterjes nazale, ajo kalon në kolateralet, mbyll arterjen oftalmika dhe shkakton verbim të syrit. Po, si që thamë edhe pak më herët. Pikërisht, e njëjta gjë është edhe me pjesën e midis vetllave dhe në pjesën e ballit. Aty kemi dy arterja të rëndësishme, është arterja supratrokleare dhe arterja supraorbitale. Të dyja këto kanë korelacione me arterjen oftalmike. Pra, të dyja enët e gjakut që janë në këto pjesë mund të shkaktojnë verbim të syrit. E njëjta gjë më fal edhe te pjesa e poshtme. Pjesa e mimikave. Pjesa nasolabiale dhe pjesa e buzëve, pra labialis superior dhe inferior, të cilët kanë komunikim me të syrit, pra me arterjen oftalmike, por edhe me arterjet e trurit. Po shohim doktoresh vazhdimisht tendenca për të dukur kaq bukur me fillera, por si e komenton? Prej ka po vije kjo, le të themi, varësi, mbase Unë them që është një temë psikologjike, duke qenë se me evolucionin, me zhvillimin e internetit, Instagramit, krijohet një kompleks për tiparet e veta, duke krahasuar me fotot të cilët janë më tepër të përpunuara, foto që postohen në Instagram, sesa fotot reale, dhe presioni i madh i shoqërisë për të prezantuar për një performancë sa më të bukur fizike. Por gjithsesi është detyra jonë e mjekëve që të ndalojmë këto nisma të tepruara. Mjeku në shumë të rasteve eksperimenton me pacientin. Kurse në vende si Gjermania dhe në Zvicër, nëse ti bën gabim dhe pacienti i ndodh diçka, normalisht nëse ai nuk ka firmosur, sepse duhet të bësh një sqarim të kontraindikacioneve dhe nëse ai është dakord me kontraindikacionet, je e mbrojtur nga ligji, por nëse pacienti nuk është informuar mirë dhe nuk ka firmosur, normalisht që të hiqet diploma aprobacioni dhe nuk lejosh të ushtrosh profesionin. Prandaj në Zvicër dhe në Gjermani nuk aplikohen fillerat, sepse të gjithë mjekët friksohen nga komplikacionet e larta, pikërisht këto embolit që unë përmenda, që ndodhin gjatë aplikimit të fillerave. Ka interesim të madh atje, doktoresh, me qenë se shpesher kam dëgjuar që sidomos në vendet perëndimore kanë disa paragjykime ndaj popujve që vinë kryesisht nga vendet ballkanike që janë më të kuruar, kanë tendencë të mirëmbajnë më shumë veten, por ka për shembull interesim nga kultura zvicerane, gjermane që të bëjnë intervenime të tilla, meqense është thjesht trend global kjo që na afekton edhe neve si shoqëri. Por gjithsesi unë mendoj që është më e rëndësishme të kesh një fytyrë të freskër, pra cilësia e lëkurës të jetë e lartë sesa të jetë një fytyrë deformuar, dhe kjo bën diferencën, sepse pacientët në Shqipëri dhe në Kosovë nuk janë të informuar, jo vetëm për rreziqet, por për nevojën e të pasur një lëkurë të freskët. Ajo është më e rëndësishme dhe aty me efektin glow që i jep lëkurës me trajtime të tilla si plazma, pra trajtime natyrale, apo dhe biostimulatorët, të cilët nxitsin prodhimin e kolagjenit. Janë normalisht pak të shtrenjta biostimulatorët, por janë shumë të rëndësishëm për të rritur efektin glow për një fytyrë të freskët. Doktoresh, a mund të parandalohet plakja? Jo, nuk mund të parandalohet, mendoj që plakja është diçka e bukur dhe i përket jetës.